Presidenti Amerikan Donald Trump ka miratuar planet për një sulm të mundshëm ushtarak nga Iranit, por ende nuk ka dhënë dritën njëshile për zbatimin e tyre, njoftojnë agjencia Bloomberg dhe Wall Street Journal. Trump është takuar të mërkurën në mbrëmje me gjeneralët më të lartë në dhomën e situatave të Shtëpisë së Bardhë, ku janë diskutuar në detaje opsionet ofensivës ndaj Iranit si përgjigje ndaj sulmeve të fundit me raketa iraniane përfshirë goditjen e spitalit në Soroka në Beersheva. Sipas Wall Street Journal, një nga opsionet e diskutuara është përdorimi i bombarduesve të padukshëm B-2 për të lëshuar bomba bunkerësh 30.000 poundësh mbi objektet bërthamore të fortifikuara të Iranit, si dhe impjantin pasurimit të uraniumit në Fordo. Ndërkohë, administrata Trump dhe zyrtarët e lartë të sigurisë po analizojnë një sër skenarësh për të realizuar në ditët në vijim. Një zyrtar i pa identifikuar tha për mediat amerikane se planet janë gati dhe po mbahen një vëzhgim i vazhdueshëm, ndërsa Trump pretendon se Irani do të rriqet nga programi i tij bërthamor përpara se të japë miratimin përfundimtar për ndërhyrjen. Mund ta bëj dhe mund mos e bëj, u shpreh Trump më herët kur u pyet për mundësinë e një sulmi të drejtpërdrejtë ndaj Iranit. Në të njëjtën linjë të ashpër është dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili deklaroi se Irani do të paguajë një çmim të lartë pas goditjes së objektivave civile në Izrael.